Humbja e dy të miturve në Durrës, Keratito i bashkohet ngushëllimeve "Zemrat tona janë me ju". Pas aksidentit tragjik në lagjen 15 të Durrësit, ku 2 fëmijë humbën jetën dhe një tjetër mbeti plagosur rënd, kanë vijuar reagimet edhe nga figura publike dhe shumë qytetar. Moderatorja Keratito ka reaguar në rrjetet sociale duke shprehur dhimbje të thellë për ngjarjen dhe duke i bërë thirrje drejtuesve të mjeteve për më shumë kujdes dhe përgjegjësi në rrugë. Ajo thekson se ngjarje të tilla duhet të shërbejnë si një alarm për të gjithë shoqërinë, duke rikujtuar rreziqet që vijnë nga shpejtësia, shpërqendrimi dhe mungesa e vëmendjes gjatë drejtimit të automjeteve. Në mesazhin e saj, Tito u shpreh se mendimet e saj janë me familjet e viktimave, të cilëve u ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta, duke cilësuar humbjen si një dhimbje të pazëvendësueshme. Moderatorja ka apeluar gjithashtu për respekt ndaj dhimbjes së familjarëve, duke kërkuar që të shmanget publikimi i pamjeve të rënda në rrjetet sociale, pasi ato mund të rëndojnë edhe më shumë gjendjen emocionale të publikut.